Sot kishim mbledhje të kryesisë së Aleancës për Shqiptarët, zbashku me kryetarët e degëve dhe mbas një debati të gjatë e gjerë, sollëm vendim që Aleanca për Shqiptarët të shkon në opozit. Aleanca për Shqiptarët krenarisht tregon se vitin e kaluar zbashku me partitë e Vlenit arritëm që ta sjellim ndryshimin apo rotacionin politik të shqiptarët, po ky ndryshim fatkeqësisht konstatimi ynë është se nuk është ai ndryshim që e premtuam, po vetëm një zaventësim. Ne u munduam këto një muaj e gjysmë gati se që të gjejmë një gjuhë të përbashkët që përposa asaj që dalim me listat veçanta për këshilltar, gjejmë gjuhë të përbashkët që të përkrahemi për kandidat për kryetar komunash me kandidatët që do t'i nxjerr Vleni, por konstatuam se nuk gjejmë aty gjuhë të përbashkët, praktikisht është e pamundshme, është mision i pamundshëm, dhe Aleancës për Shqiptarët kur nuk ka besim të ndërsjellët mes partive të koalicionit me një qeveri, dhe kur ka dyshime e konspiracione, nuk i mbetet gjë, përveç që mos jetë pjesë e atyre dyshimeve dhe konspiracioneve. Thjesht t'u alen rrugën, le ta vazhdojmë punën e tyre. Normalisht, ne i kemi pas plot pakënaqësi gjatë qeverisjes tonë, a kemi qenë edhe ne fajtor, po se po, e pranojmë fajin dhe me një moment i kërkojmë falje qytetarit shqiptar. Ne kemi vendosur të kthehemi te qytetarit, të përgatitemi për zgjedhjet lokale dhe në nëntor ta sjellim fitoren e madhe për Aleancën për Shqiptarët. Çfarë ishin pakënaqësitë tona? Kryesisht ishin plot gjëra të cilat ishin që bëheshte fjalë për çështjet etnike. Ballanceri u hoq, ne kërkuam ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, na premtoheshte nëntor, dhjetor, janar, shkurt, u bë maji, askund nuk është ligji, ne besojmë dhe shpresojmë, tash do ta triggerojmë mbasi dalin prej qeverie, që dalin Vleni dhe VMRO-ja edhe ta nxjerrin ligjin apo ta votojnë ligj. Ka edhe plot pakënaqësi tjera, të cilët na i thonë qytetarët përditshmërisht, kryesisht bëhet për marginalizimin e shqiptarëve në administrat dhe punësimin masovik të maqedonasve dhe pjesëmarrja e vogël e shqiptarëve që punësojnë në institucione shtetërore. Po pavarësisht kësaj, Aleanca për Shqiptarët sot vendos t'i kthehet qytetarit, e kemi thënë se nuk kemi lind në qeveri, kur çdo kush vrapon që t'jetë me çdo kush pjesë e qeverisë, ne duke qenë qeveri, themi faleminderit, nuk ja dolëm atë që e planifikuam dhe sot i kthehemi qytetarit dhe sbashku me qytetarin me hallet e tyre, t'i kthehemi, të mundohemi ta kthejmë dinjitetin e çdo qytetari në Maqedoni, po veçanërisht të shqiptarëve. Kështu që nuk më mbetet tjetër gjë, veç dua të them se është vendim unanim, Aleanca për Shqiptarët është unike, vazhdojmë me krijimin e shtabeve dhe me organizimin ton për zgjedhjet lokale që do të bëhen në tetor, ku jam shumë i sigurt se Aleanca për Shqiptarët do të bën rezultat të jashtëzakonshëm si asnjëherë më parë. Faleminderit.